Përshëndetje. Praga nuk është thjesht një qytet. Është një pasqyrë e vetëdijes njerëzore. Çdo moment, çdo kull gotike, çdo kolon e ngritur mbas murtajës, çdo shenjtor i gdendur në gur, zbulon diçka të thellë për kërkimin e njerëzimit për kuptim, për shërim, për urtësi dhe transcendencë. Gjatë ditëve të fundit në Prag, ndërsa po arrestoja privatisht klient përmes eksperiencave ekskluzive të transformuese, trajnimin Klein Greater Heights dhe trajnimeve të ndryshme vitore për mjeshtri në jetë, në biznes dhe në leadership, ndodhi diçka shumë e fuqishme. Gjatë pushimeve të drekës, në vend që të uleshim në restorante të shkëputur nga jeta reale që ndodh, bënim ecje të gjata në për rrugët e lashta të Pragës. Dhe ato ecje u kthyen në klasa transformimi. Teksa kalonim mbi Charles Bridge, për shembull, pranë statujeve të shenjtorëve, sakrificës, qëndrueshmërisë dhe vetëdijes së lartë, eksploronim urat e pa dukshme që klientët e mi dhe ju duhet të ndërtojnë brenda vetës, mes logjikës dhe intuitës, pasurisë dhe përmbushjes, suksesit dhe paqes, leadershipit dhe mjeshtrisë emocionale. Kur qëndruam përballë Prague Astronomical Clock, reflektuam mbi vetë kohën, sa njerëz presin vite të tëra për të përballur me të vërtetën. Sa prej jush sakrifikojnë shëndetin, marrëdhëniet, misionin dhe paqen e mbrëmshme duke ndjekur vlerësimin e jashtëm. Sa prej jush ndërtojnë biznese të suksesshme, ndërsa brenda vetes po shembeni. Ora astronomike u bë më shumë se sa një arkitekturë që shihnim. U bë një kujtesë. Koha hecën, pavarësisht nëse ti evolon apo jo. Teksa eksploronim monumentet Holy Trinity dhe kolonat Marian të ndërtuara pas luftrave të ndryshme, buajtjeve dhe traumës kolektive, diskutuam se si njerëzimi gjithmonë ka kërkuar kuptim gjatë periudhave të pasigurisë dhe të kolapsit. Dhe e vërtetë është kjo. Shumica e njerëzve sot ende po luftojnë me murtaja të padukshme, jo fizike, por emocionale, psikologjike, shpirtërore, familjare, profesionale dhe krizat e leadershipit, burnout, vetmia, konfuzioni i identitetit, shkoputje emocionale, frikë nga dështimi, frikë nga suksesi, trauma të pasgjidhura të pashëruara, marrëdhënie të thyera, varësi ndaj arritjes, humbje kuptimi. Për më shumë se 30 vite dhe mbi 31.000 orë punë me klienta privat, globalisht, kam studiuar sjelljen njerëzore, neuroshkencën, psikologjinë, filozofinë, spiritualitetin, leadershipin, teknologjinë, biznesin, AI dhe performancën e lartë, rritjen e biznesit dhe vetëdijes njerëzore. Dhe ajo që zbulova është kjo. Shumica e njerëzve nuk kanë nevojë për më shumë informacion, posaçërisht në epokën e inteligjencës artificiale. Ka nevojë për transformim të mbrëmshëm. Prandaj, gjatë eksperiencës Klein Greater Heights, çdo ambient bëhet pjesë e procesit të transformimit tuaj. Një moment bëhet mësim i coachingu. Një urë bëhet një metaforë për shërimin e marrëdhënieve të ndryshme të kuputura. Një katedral bëhet një diskutim për misionin dhe vetëdijen. Një ecje gjatë drekës bëhet bisedë transformuese për identitetin. Vlerat për leadershipin tuaj, për pasurinë që dëshironi të ngrini, inteligjencën emocionale dhe trashëgimin që po lë pas. Sepse transformimi i vërtet nuk ndodh vetëm brenda sallave të trajnimeve dhe takimeve që i bëjmë me klientët në provorë. Ndodh në jetën reale, në lëvizje, në reflektim, në bisedë, në vëzhgim, në
vetëdijësim pa marrë parasysh se ku gjenden me klientët. Prandaj klientët prenotojnë muaj përpara për të punuar me mua privatisht apo në Londër dhe në vende të ndryshme të botës. Jo vetëm për të rritur biznesin apo jetën e tyre personale, por për të transformuar çdo fushë kritike të jetës hap me hap, për të krijuar këto ura. Jetën personale, jetën familjare, martesore, profesionale, biznesore, leadershipit të shëndetit, pasurisë dhe mjeshtrisë emocionale dhe trashëgimia. Në librin e Path to Wisdom eksploroj psikologjinë e thellë të vuajtjes, të vetdijes dhe zgjimit njerëzor në 8 fushat e jetës. Në #loneliness, the virus of the modern age, unë gjithashtu zbuloj epideminë e fshehur që po shkatron marrëdhëniet moderne, marrëdhëniet e familjes, leadershipit dhe marrëdhënien njerëzore, marrëdhënien me veten. Në Unfakeable Code, i mësoj klienta se si të heqin maskat të qirohen nga vetë mashtrimi dhe të rikthehen tek autenticiteti dhe e vërteta. Dhe në Path to Excellence, ju mund të eksploroni qëndrueshmërinë emocionale, disiplinën, 8 shtyllat e ekselencës të mjeshtrisë dhe suksesin afatgjat. Dërsa në Climb Greater Heights, integroj neuroshkencën me leadershipin, me biznesin, me epokën AI, me psikologjinë, me sjelljen njerëzore, por gjithashtu me marketikun dhe çdo pjesë të biznesit, krijimin e pasurisë, produkteve, shërimin emocional dhe mjeshtrim e komunikimit që ju duhet të ngritni një biznes në botë. Kjo nuk është coaching tradicional. Kjo është një eksperiencë transformimi strategjik për juve në nivel të identitetit thelbësor. Prandaj, liderët global, si përmarrësit, CEO-t, investitorët, artistët, doktorët, avokatët, profesionalistët ndryshëm të niveleve të larta, investojnë 6 deri 7 figura në këtë punë ekskluzive vetëm me ftesë që bëhet në të botën. Sepse një model emocional i pasgjidhur mund të shkatroje në heshtje, një martesë, një fëmijë, një ekip, shëndetin, kulturën e një kompanie, të ardhmen e një familje, apo dekada potenciale që nuk e keni zhvilluar. Ndërsa një moment vetëdijësimi mund të transformoj breza të tërë. Nga Londra në Prag, në Dubai, New York, në Mauritius, në Bora Bora, në Tiranë, Shkup, Prishtinë, Zurich dhe retritat e private që i mbajnë në tanë botën, njerëzit nuk vinë dhe nuk investojnë vetëm për të pasur sukses. Ata vinë të punojnë ekskluzivisht për të shëruar plagat e tyre, për të evoluar çdo pjesë të jetës së tyre, për të alinjuar me të vërtetën e tyre, me vlerat e tyre autentike, për të lidhur me misionin e tyre shpirtëror, për të krijuar pasuri me vetëdije, për të zotëruar leadershipin dhe veten, për të ndërtuar një jetë të denjë për potencialin e juaj më të lartë. Sepse suksesi i jashtëm, pa harmoni të brendshme, me kalimin e kohës, bëhet një formë tjetër vuajtjeje. Ata prej jush që jeni gati të ngrisni jetën në çdo nivel të jetës, marrëdhëniet, biznesin, leadershipin, profesionin, inteligjencën tuaj emocionale, potencialin tuaj, shëndetin tuaj, pasurinë tuaj dhe trashëgiminë në nivel tjetër global, mund të filloni duke lexoni librat e mi, posaçërisht Climb Greater Heights, ose për ata për ju që jeni gati për një punë ekskluzive me ju, kontaktoni në sekretariatën në emailin info@tonyselimi.com për një transformim Climb Greater Heights, apo programeve të ndryshme vjetore të rritjes. Është një përputhje me evolucionin tuaj të ardhshëm. Dhe më lejoni ta mbyll këtë video me një mesazh që ja vlen të ndahet dhe kujtohet. Transformimet më të mëdha në jetë rrallë ndodhin kur njerëzit ikin realitetin. Ato ndodhin kur më në fund mësojnë ta shohin veten qartë brenda tyre. Gjithashtu kjo vlen për ju dhe çdo individ
që është shef këtë vidoj. Ndanja dhe të ngrim kombin në nivele më të mëdhaja të potencialit, të zgjimit të dijes dhe të leadershipit që si komb, si shqiptar, të jena yjet që ndryqojnë botën. Ju përshëndes.